Çka mendon pse trit nuk po dojnë me u merr me çet punë? Veç një herë, 2 herë mu qitu në ditë edhe nuk je nevoj. Tash ka arrit edhe kamera. Me kamerë mu një përcjell baktin për shumë venit lartë. Mu mikja. Mush me nëzonë. Hajde këto. Se dia atë gjela. E ka so voj bojnë ditja? Bika i kena shtuë për mish, do i mojnë për nevoja tona që shtore, forcave të mija që i kemë do mënë pej familjes. I pas ka dalën dysha që atje nalë, të poshtë që pe kryu një pazhune, po silën. Përshëndetje me shtemi të mediumi shqiptar që këtë nga ona Adeja. Sot ko marrë në fshatin Glamne, komuna e Podujevës, tek shtëpia o borri i fermerit Ibrahim Mehmeti, cilin ban edhe pula, po edhe dalën dysha. E për më shumë detaje, që ndroni me ne. Moj unë me zonë, vesh mu ishë me zonë te edhe... Po ty të vizit, ty të njohen. Jo, vëlloj... Mu mikja. Mu ishë me zonë. Hajde këto. Se dia atë gjela... Qa to e kësha kopë? Në ndorë. Hajde këto, hajde. Qishme po batë, po ty të njojnë, mu së më njojnë që shpo miken. Hajtë, lej. Veç më marrën po, më jemi. Sot kena orëtë në oborën shtëpin e Bacit Ibrahim. Bacit Ibrahim a e lodhë që po kalan? Jo, ka pak. Qish për të shkam puna? Po mirë, të jemi në stallë të lëve, vetë sa kom fillu, do më thonë me i regullu pak. Po. Sa lëpë keme? Po janë 2 lëpë që më shtore dhe me këta vjeta, do më thonë të i rritë. Që sa ko merë? Po? Mendoj me i bo edhe këto lëpë në baja. Po. E kemi tradit pej prindve këtë veprimtari më marrë me... Që sa vite? Po në bas lufte me këtë numëri kemi startuar regullisht. Prej mas luftës mirë një? Kena pas dhejt 3 lap ose 5-6 bika i kena shtuë për mish, do i mojnë për nevoja tona që shtore. A shes një qëmsht? Sa për shkën qëmshte? Veç në treg në i ditë pazarit, ose qëmshti në treg është 1 euro litra. 1 euro? Po. A është i arsye shumë qmime? Po, krahazim që shë e blej nuk është se na mundohë me shitu në treg pak ma shtrejt ata 50 cente, me se di pagujnë ose 70, mirë po me qenë se është i fres, i gavantur qumshti e marrin shumica 1 euro litra. Sa është e vështirë me u kujdes për lopët? Sa ke pasit vështirë? Po tash ka ndryshu edhe kushtet, të i falenderue që janë pajisje, dhe më thonë me uj, shtalla është e pajisne, edhe uj, dhe më thonë e kanë me rrjedhë vazhdueshme, i kemi ato endë e tyre kupin, edhe ushqimin të gjin, ja u dhomë ka 2 herë në dite, krune, a me ndën me rrit numrin? Mistrit edhe të grurit, me pas, do më thonë, interesim, me pas... Bështetja, kim bështetja? Jo, veç pej forcave të mija që i kemë, do më thonë, pej familjes, e me pas interesim që shkanë fillu do shtetje pej ministrisë, pej me i pasëm ato, e kësha rritë dhe numrin e tyre. E sa e blen një lopë? A blen? Sa po kushton me blenja? Po flitet vëshkojnë 2000 euro lopa, me qenë se unë nuk kom shrit 1.000 euro, nuk kom shrit, ma thonë drejten, po tash po flitet jenë bo 2000, 3000, varsisht. Edhe të tani. Po. Këto, më i marri me muzikë duket lopë, po të s'pas këmë për muzikë, për mi shëtësu thojnë, i pas ka dalën dysha që atje nalë, të poshtë që pe kryu një pazhune, po silën, qka është historia këtë dalën dysha, po më vjen interesant që po isha. Po dalën dysha është shumë shpezi veçantë. Para lufte dhe ma unë kanë fillu këtu cerdhe në vendin tonë dhe na silën. Regullisht në vinë në pranvera, dhe më thonë të hershme, vjen qifti i dalën dyshës edhe e ka fëllin të hasdrume,
edhe pak e rregullon edhe që edhe si vjetë domethënë edhe ai i ka krye detyrat e veta, i ka bo zësht. E pas ka kryu atë strufologun e vetë. Po. Ani mos i hapë që i qesujnë edhe lapt. I qel 2-3 parë zëj brenda sezonit, po, edhe dalim për kanë një numër mirë, po edhe këto zeri i dëmton natyra, kështu që rregullisht na kthehen ka 2-3. Për një bu. Një. Jo, po që ato 3 Erdhëm të pulat, i pas kam bot 3 vez, voz, thuni që është dhush. Mashallah. Po 3 ti mura pas? Hajde, veç, me të hallat. Po mi jap mua? Edhe këtu e kem domethënë silazhin për Po? ende që kom bo silazhin për lap. E so pula i ki gjithsej? So janë? Po tash me zëj janë nashti afër 100-ve, po Afër 100-ve? ku me dita rriten krejt zajt. Ja, rritëm se po thu se s'rritën. E ka so vo i bojnë ditja? A i moni veç për vete, apo? 15, 20. 20. Shto. A i shes një so po shkon tablo e me viz? Kështu 50 euro po mdo 56 euro? 7 euro është kompleti tyne, sa di, mbarë sigur nuk e di. A i moni për vete, a edhe shesni? Se ju? Këgja shumë po bëjkan? Ja, i shesëm vjen që është dikush në i sebep edhe i mushëm një ullosh gëvë, mosh ma një ullosh gëvë jadhom. E pulat, sa po shkujmë? Pulat 10 euro, 7 euro. 10 euro një pula, qura ki? Jo, Edhe një pytje për ta bëj pas për fund. Sa përrina qëtë, sa ja ke po hojrin qësoj puna? Si me lëpë, si me puna? Shumë profitabile nëse i përkushtuash, domethënë një lopë, një vici, edhe ai rritet, zhvillohet shumë shpejt, e që në treg, e mbëshel një nevojë diçka, unë jetët bëjtësore i këna vletë, domethënë krejt veç me këto baktin. Po. Mu i kom shit vjetat, ku marrë këto macinën e grurit, e këto stërpiksen, kosën e ku marrë besa. Me gjitha pajiset. Me Qka me nën, pse të rritë nuk po dojnë me u merë me qëtë punë? Po është pak problematika, është këto, është që më dhunaj do të më konë shumë me pas një bazë, një temel, me pas si përfaqen e tokës, livadët për bakti, edhe kur mungojnë të një ato, ata pritojnë me mjetë, më marrë me to. Se në fillim do mënë që këto e kanë ujtë e rregulluar, veç një herë, 2 herë mu qitu në ditë edhe nuk je nevoj. Tash ka arrit edhe kamera. Me kamerë mund një përcjell baktin për shumë venit të lartë. Po. Njerë fillim do mënë një mbush me nevoja që ka nëshqim grashdin. Ujnë e kanë ato të rregullum, edhe tëm ditën deri ka mbromja, edhe njerë mbromja mund me i. Unë e kështu 2 herë, 3 herë ma shumë nuk u qesë. Unë të rendri shumë që gjithë e ku me ndo me neve, me nga të regu për punën që e bënë. Hane falenderët edhe për juve që keni dalë, keni gjithë kohë më nga gjithue. Knatësi edhe për neve. Edhe për na i rrit një shpresa dhe më thonë për më marë. Edhe ma tutje me këtë veprimtari, e kështu ne do të vazhdojmë. Faleminderit shumë knatësi dhe për neve që të patë. Falenderët. Nëse dashur ka që kishim për sot, shihemi i rave tjera.